Prekazi tokë e historisë, e sakrificës dhe e krenarisë kombëtare. Pikërisht në këtë ditë zgjedhje, ne kemi ardhur këtu që të shohim se a ka fluks të madh të qytetarëve që kanë ardhur me vizitu Prekazin dhe pse jo të realizojmë ndonjë intervistë me ta. Jemi pra në Prekazin legjendar dhe unë tani pranë vetës kam dy qytetarë që janë nga Maqedonia dhe kanë ardhur me vizitu Prekazin dhe si po ju duket? Shumë mirë, jemi të kënaqur që na u dha rasti ta vizitojmë Prekazin. Është hera e parë? Është hera e parë. Për fat keq që deri tas patëm mundësi, po jemi të kënaqur që erdhëm. Nga cilin vend jeni nga Maqedonia? Nga Uskana, Kërçova. Edhe sa shpesh vini në Kosovë këto? Jo shumë shpesh se jetojmë gërbet në Gjermani edhe çtash na u dha rasti. Po, do të thënë ju jeni mërgjimtar të Gjermanisë, e keni pasë se është edhe Maqedonia, po edhe Kosova, do të thënë tash ne sot i kemi zgjedhjet, se ke pa procesin se si po shkon. Ikmi pa procesin, ikmi përcjell më në Prishtinë, kishin ardhur mërgjimtar shumë. Na ka pëlqyer Prishtina, Kosova. Sa shpesh vini, do të thënë, nga Gjermania në Maqedoni, në vendlinjen e juaj? Në vendlinjen 2 herë në vit. Edhe si kaloni pushimet? Mirë, mirë. Në këtë sezon tash e ardhur për festa? Jo, e kam edhe baban jeton atje, jam ardhur ta vizitoj. Po, edhe tash deshim për shkak të zgjedhjeve të vim në Kosovë ti përmbajmë pak, tu japim vullnet. Po, çfarë ndjesie po t'jap Prekazi? Kur erdhe për herë të parë? Rënqese. Kur e menojmë historinë se çka ka ndodhur këto, rënqese. Do vish prap? Patjetër. Po jo? Po më morë 2 herë tu. Hera e treta është. Kjo e treta. Po më duket që te ke sjell këto. Po, ashtu. Po. Edhe si po ndjesh? Ka ndryshu diçka prej herave të kaluara si kur ke qenë? Shumë për tepër. Ka ndryshu dhe mi gëzu që i kemi rritë çkaq. Këtë situatë. Se kemi qenë gjithë një të mbyllur, të msherur. Edhe e gëzojmë tash lirinë. Tash e gëzojmë, inshallah. Edhe ti jeton në Gjermani, apo? Jeton po në Gjermani. Si është jeta në Gjermani? A mendoni me u kthy ndonjëherë në vendlindjen e juaj? Ne për herë mendojmë, po familjen e kemi atje, fëmijët i kemi atje, apo në vendlindje apo vendlindje. Zakonisht krejt qytetarët e Kosovës nga pensionime vinë këto në Kosovë. Do të thonë kthehen në vendlindje. Po ju e keni mendu? Kur dilin penzion? Ne kthehemi kur dalim penzion patjetër, po